Megjithëse përmenda pak edhe gazetarin aty, ti e ushtron e ke, po them, profesion të përditshëm apo jo, gazetarin, pra fjalën në gazetari. Jam i smur në mënyrë të pashurueshme. Je i smur, po kështu qofshim të smur gjithë me fjalën. Me fjalën e latuar, fjalën që përdoret siç duhet, poetikisht. Tani unë doja të të pyesja, a të paragjykojnë në kuptimin që të shohin më shumë si aktivist politik se sa si gazetar? E ndrova atë temën tash. Jo, shiko. Nuk e kam mundur dot aktivizmi politik, domethënë fjalën gazetar. Prap kam ngel, po gazetari i angazhuar, nuk e di se për mua gazetaria është e angazhuar, domethënë dhe për mua duhet të mbaj qëndrime. Unë jam nga ata që mendoj që kur shkruajmë dhe kur flasim duhet të mbajmë qëndrime. Dhe është e rëndësishme të mbajmë qëndrime, se njerëzit duhet ta dinë dhe kur ti ke përgjegjësinë e fjalës, nuk mund të rish kështu që se di. Duhet të pash qëndrime, duhet të thosh që domethënë që por ajo që duhet të bëjmë ndoshta në përditshmëri për të qenë korrekt me njerëzit, duhet të ndajmë lajmin nga opinioni. Por sot fatkeqësisht nuk kemi gazetari faktesh, kemi gazetari opinionesh dhe kjo e ka ngatruar botën. Do të thonë opinioni është i ytim, fakti është i gjithëve. Ti jep faktin, pastaj le të kemi opinione të ndryshme. Qartë. Kam frikë se sot gazetaria ka kaluar më shumë tek PR-i, po themi. Te PR-i, sa paguajmë ne më shumë analistët se sa paguajnë gazetarët, kjo është jo e ndershme, sepse gazetarinë e mban lajmin, nuk e mban opinionin. Në këtë moment të jetës, çfarë je më shumë? Gazetar, aktivist apo shkrimtar? Si kam darë ndonjëherë, nuk kam darë. Jetojnë të dy njëra tjetra, gazetaria. Aktivizmi jo, gazetaria dhe shkrimi dhe të shkruarit. Nuk kanë ai vit ndarë se ndihmojnë njëra tjetrën, Për në rastin më ideal është ajo që thot Markezi, që thot letësia është gazetaria e shkruar me nxitim, do të thonë gazetaria është letësia e shkruar me nxitim, dhe unë ngatrova në mënyrë që dish. A ka krijuar sekundalet. A ka krijuar ndonjëherë ndonjë opinioni yti, ndonjë rrëmuj mediatike online, fake news, diçka që për të cilën pra për pasojat e të cilës ty të është dashur të mbash një përgjegjësi duke e sqaruar ose duke vendosur piketa etike, nuk e di. Shiko, në punët e mia, në këto 30 sa vite që kam punuar në media, kam pas një parim. E drejta për të folur nuk kupton drejtën për të fyer. Dhe nuk më mend që kam kaluar në herë gjuhën të fyej dikë. Dhe gazetarët që kanë punuar me mua dinë këtë gjë dhe ua kam thënë shpesh që mos fyeni, domethënë me qenë se keni drejt në fjalë dhe mos abuzoni, domethënë dhe mos sajoni gjëra, sepse duhet mendoni veten gjithmonë po të ishit në vend të atij tjetrit, domethënë dhe nuk më bën përshtypje nëse është kundërshtar që mendon ndryshe politikisht apo mendon ndryshe nga unë e respektoj mendimin ndryshe, mjafton që ai të ketë logjikën për të më thënë këtë gjë. Dhe bota është e bukur sepse jemi të ndryshëm dhe mendojmë ndryshe dhe shikojmë botën nga kundërshtime të ndryshme. Unë duke qenë se e besoj këtë dhe e shkruaj, nuk kam mundësi ta kundërshtoj kur shkruaj vetë, domethënë, por kjo më ka bërë që të kem ato frenat, domethënë dhe nuk më mend ndonjëherë që ta kem të kaluar. Mund të kem argumente që mund të kenë zemruar e tuf persona, por nuk më mend që të ketë hedhur njëri në gjyq se domethënë për diçka, sepse nuk besoj se kam bërë të kem thënë të kem gënjur në raportin apo të kem sajuar i gjë që nuk e lejoj vetë.